Përshëndetje të gjithë dhe sot do të përgatisim petulla me luk që nuk marrin asnjë pikë vaj. Pra petullat e gjyshit që bënte me luk, nuk kemi nevojë të bëjmë pikë, do të bëjmë vetëm këtë tasin, madje as duart. Tas të madh, do të shtojmë 150 ml qumësh të vakët. Shtojmë gjithashtu edhe 350 ml ujë të vakët. Do të shtojmë një luk gjelle me maja. Një luk gjelle me sheqer, gjithashtu nuk do harroj t'ju kujtoj nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe, të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni sa herë postoj një recetë të re, postojnë disa receta të reja gjatë gjithë javës. Tani do e trazojmë. Madje këto lloj petullash mund t'i bëni edhe që në darkë dhe t'i skuqni në mëngjes. Do e trazojmë mirë që na krijohet një masë homogjene. Do të shtojmë 2-3 lugë gjelle vaj ulliri apo çdo lloj vaj tjetër që ju pëlqeni e keni në shtëpi. Kam filluar duke shtuar gotën e parë me miell. Përziej mirë. Vazhdojmë duke shtuar gotën e dytë të miellit. Te gota e tretë e miellit, gjithashtu unë dua t'ju pyes nga cili vend i botës, i Shqipërisë apo trojeve shqiptare i ndiqni videot e mia, më shkruani aty në koment. Si edhe tani jemi në periudhë festash, çfarë recetash do të doni për festa që unë t'ju apostoj dhe t'i gatuaj për ju. Pra gota e tretë e miellit. Vazhdojmë e trazojmë mirë. Do të shtoj edhe gjysmë gote me miell. Do vazhdojmë të trazojmë dhe të punojmë sa më mirë me këtë rasen e dorës që kemi, por mund të merrni edhe një luk druri, sepse bëhet pak vështirë me këtë, sepse brumi është bërë disi trash. Tani një ndër sekretet e këtyre petullave është rrahja e brumit. Brumi do ta rrahim mirë, kështu duhet kohë. Për 10 deri 15 minuta, kështu krijojmë edhe elasticitet, edhe brumi do të na bëhet më mirë. Pra rrahim mirë për 10-15 minuta. Pak deshe harrova, ndërkohë që rrahim, do të shtojmë edhe një lugë çaj apo 2 lugë çaj me krip. Tani do i shtojmë edhe 1 apo 2 lugë gjelle vaj ulliri. Ky vaj ulliri të jep një strukturë shumë të lezetshme petullash dhe sekreti këtyre petullave është përveç se përbërësve edhe tek ardhja. Ai është sekreti më i madh. Duhet i lini të vinë sa më mirë dhe unë do ju tregoj se si do të veprojmë. Vazhdojmë me rrahim që të bëhet masë homogjene me vajin e ullirit që kemi shtuar në bimësi. Do e lëm brumin të vi në ambient, ose nëse është pak freskët mundet edhe ta mbuloni me ndonjë gjë, por ju t'i jepni nxehtësi të drejtë për drejtë, për shembull ta fusni në furrë të ngrohtë apo t'i vendosni poshtë ujë të nxehtë, sepse ajo ja prish strukturën. Në fillim do e lëm të vi vetëm 1 orë dhe pastaj do ju tregoj çfarë do të bëjmë në vazhdim. Shikoni pak si ka ardhur brumi. Mund ta lini edhe me kajt, do të thënë më një herë pasi ka ardhur në këtë formë, mund të filloni skuqen, por unë do të bëj rrahjen edhe një herë dhe do e lëm të vi edhe 1 orë tjetër apo sa ta shohim që ka krijuar fluska si këto, kështu petullat do të bëhen vërtet shumë të mira. Për ata që do e bëjnë një natë më parë, le ta lënë që të vi për rreth 1 orë kështu, pastaj ta kalojnë në frigorifer, do të thënë të bëjnë rrahjen e brumit, ta kalojnë në frigorifer dhe të nesërmen thjesht do e nxirrni, do e lini mbi banak gjysore deri 1 orë sa të aktivizohet brumi dhe të vazhdoni me skuqen. Pra filloj me rrahim edhe një herë. E rrajmë edhe një herë për rreth 5 minuta
Dhe do e lëm përsëri që të vi për rreth 1 orë, mund ta lini edhe më shumë pa merak si ta keni ju kohën. Do e mbulojmë brumin dhe do e lëm të vi në ambient për të paktën 1 orë, por edhe më shumë nuk prish punë. Shikoni pak sa ka ardhur brumi, kjo është mrekulli. Tani do fillojmë shpejt të bëjmë skuqen. Unë kam vënë të ngrohet vaj. Me një lugë do e mbledhim disi brumin. Dhe tani ose me 2 lugë të mëdha do ndajmë petullat, ose në rastin tim unë kam marrë këtë lugën e akulloreve sepse arrit i bëj më lehtë. Dhe se i doni me formë të rregullt, mbledhini pak kështu anash dhe fillojmë me njëherë nga skuqja. Fillojmë nga skuqja, nuk do të marrim shumë brum, nxehtësia duhet mesatare, pra petullat dhe duhet t'i jepet kohë që të piqen siç duhet, pra mos të rrëmbehen. Mos tentoni të merrni shumë brum, nga pak brum. I kthejmë që të marrë një ngjyrë nga të dyja anët dhe që t'i jepet forma disi e bërë dhe rumbullake. Tani kemi gati. Duhet të piqen nga dal. Ose duhet të bëni me një lugë gjellë e brum që mos ta mbushni plot, që të piqen si duhet. Dhe tani petullat i kemi gati, mund të shoqëroni me mjalt, me reçel, me djath, apo me çfarë t'ju doj zemra. Faleminderit që ndoqët videon deri në fund. Shpresoj t'i pëlqeni e t'i provoni petullat e mia dhe të më shkruani në koment si ju duken. Tani t'i provojmë dhe t'i shohim edhe në brendësi. Shikoni krokante nga jashtë, plot me pore në brendësi.